ujori. Në dhjetor të vitit 1910, ose diku rreth dhjetorit, natyra njerëzore ndryshoi. Shkruante në vitin 1924 gazetari angleze Virginia Woolf, që është e shenjës ujorit. Pse e bëri ajo këtë deklarat? Ndoshta sepse u përhapën gjërësisht elektriciteti, automobilat, uji i rrjedhshëm në për shtëpia, që ndoshta ne për shembull se kemi akoma sot. Apo ndoshta sepse ishte fillimi i lëvizjeve për emancipimin dhe të drejtën e votës për gratë. Apo sepse ishte fillimi i protestave të punëtorëve. Apo sepse ishte fillimi i protestave të punëtorëve. Apo sepse ishte lulëzimi i pikturës moderne nga Cézanne, Gauguin, Matisse, Picasso, Ndoshta, secila prej këtyre ngjarjeve ka pasur rëndësinë e vet. Viti 2026 është viti i ndryshimeve dhe piknisja e së ardhmes tuaj. Viti 2026 do të jetë viti që kur ta kujtoni ndoshta mbas 10 vjetëve do të thoni 2026 ka qenë momenti që jeta ime mori një drejtim të ri. Është viti kur fillova një jetë të re.